Kosovën. Narrativa dezinformuese ruse është duke ardhur në Kosovë, është duke ardhur në gjuhën shqipe. Ta demaskoj propagandën, luftën speciale dhe luftën hibride që vjen nga Rusia dhe Serbia dhe që është e përbashkët. Ukrainian army Nazis, they did many war crimes. Duke tentu që rastet caktume të izolume të paraqesin si vlerat e vërteta të Evropës. Po të kishte liq me këto hapësira, unë me siguri do të isha sot milioner. Ndahen miliona euro nga Rusia pikërisht për këtë çështje, për prodhim të dezinformimit. Ky është një lajm i zakonshëm, të cilin qytetarët e Kosovës e lexojnë të përkthyer në mediat online Kosovë. Ai është i publikuar në një media e cila është anëtare e Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës. Përmbajtja e lajmit tregon se Shërbimi Federal i Sigurisë së Rusisë ka zbuluar një plan britanik për të vjedhur një aeroplan MiG-31 të Rusisë. Në këtë seri të dokumentarëve kemi folur gjatë për dezinformimin rus dhe kanalet të cilat ata i përdorin për të prodhuar informacione, financuar media dhe shpërndar informacione tek qytetarët e zakonshëm në Kosovë. Por, çka gjejmë në esencë në lajmin të cilën po e lexojmë në median e Kosovës? Në paragrafin e dytë, lajmi i përkthyer në gjuhën shqipe citon Agjencinë Ndërkombëtare të Lajmeve Reuters. Sipas asaj që të gjithë e kanë mësuar në Kosovë mediat ndërkombëtare, sidomos Reuters, janë media të besueshme dhe kur ato citohen, lajmi duhet të jetë në saksinë maksimale. Por në realitet, kur lajmi lexohet në detaje, kuptohen ndërhyrje serioze në përmbajtjen e tij. Po e nisim të analizojmë këtë lajm, që nga titulli. Në titullin e saj, Reuters e sakson qartë që pretendimi për migun rus është një qëndrim i mediave shtetërore ruse. Në anën tjetër, raportimi i përkthyer në Kosovë në titull shmang tërësisht këtë informacion. Pra, dikush qëllimshëm ndryshon titullin e Reutersit dhe i shërben qytetarit informacion të ndryshuar nga ajo çfarë thot Reuters në artikullin e saj. Çka na tregon tutje ky artikull? Po të lexohet përkthimi, ai është pothuajse identik me përmbajtjen e publikuar në Reuters. Përpos një elementi shumë të rëndësishëm, që lajmi sërish bëhet i manipuluar. Në përkthimin e gjuhën shqipe, publikuesi i informacionit është kujdesur që të largohen nga artikulli vetëm një rresht, i cili është shumë i rëndësishëm për publikun kosovar. Sipas rregullave, artikulli i Reuters ka në prapavit e lajmit edhe qëndrimin të cilën e marrë qeveria britanike për Rusinë. Ai gjendet në fund të artikullit origjinal të Reutersit. Por, në media në gjuhën shqipe, informacionet që Britania e konsideron pushtimin rus të Ukrainës si një grabitje toksore në stilin imperial nga Moska dhe informacionet se Londra ka paralajmëruar vazhdimisht se inteligjenca ruse po përpiqet të mbjellë kaos në të gjithë Britaninë dhe gjithë Evropën dhe përpiqet të minojë demokracinë, është fshirë për lexuesit në gjuhën shqipe. Pra, ta kuptojmë qartë. Dikush qëllimshëm ndërhyn në artikullin e Reutersit dhe fsheh këto informacione kaq bazike për invazionin total rus në Ukrainë. Por cila është arsyeja që dikush që përkthen një tërësi të lajmit, heq prej aty një rresht, i cili ofron qëndrimin e anës tjetër. Këtu është e qartë, informacioni është larguar qëllimisht. Visar Prebreza ka drejtuar një ekip i cili ka monitoruar kualitetin e raportimeve në mediat në gjuhën shqipe për çështjet që lidhen me Rusinë dhe Ukrainën. Të dhënat e grumbulluara tregojnë për një strukturë e cila gjatë përkthimit të informacioneve nga mediat ndërkombëtare fshin dhe largon qëllimshëm pjesë shumë të rëndësishme të informacioneve. Qëllimi në këtë situatë është që duke përdorur emrin e mediave ndërkombëtare, publiku në Kosovë të manipulohet duke i ofruar
vetëm qëndrime të njanshme. Prej analizës që e kemi bërë na kualitative të këtyre lajmeve që po transmetohen në gjuhën shqipe, pra po ju servohen lexuesve tanë, e kemi parë që bëhet një editim jashtëzakonisht i rrezikshëm, i qëllimshëm në mënyrën që me u shpërnda narrativa dhe dezinformata ruse të njerëzit që lexojnë shqip. Ç'është bëhet kjo? Për shembull, nëse ka ndodhur një ngjarje ose u bën një deklaratë nga ana e Kremlinit për luftën në Ukrainë, për pretendimet e tyre ndaj evropianëve, atëherë mediat në Kosovë janë duke e marrë prej mediave ndërkombëtare, për shembull Reuters ose Guardian. Mirë po, pjesët që largohen nga lajmet, prej lajmi origjinal që merret për shembull prej Reutersit, janë saktësisht pjesët që jashtojnë media ndërkombëtare që është narrativa e evropianëve për shembull për luftën në Rusi. Kjo është jashtëzakonisht e rrezikshme sepse në thelb ajo që i servohet lexuesve tanë, domethënë, është saktësisht narrativa dezinformuese e Rusisë për ngjarjet që kanë ndodhur në Ukrainë. Në bazë të analizës, kjo nuk është ngjarje që ndodhen në një artikull, po është në mënyrë sistematike. Pra, sa herë që ka lajme të rëndësishme, gjithmonë disa prej mediave manipulojnë në këtë mënyrë. Pra, duke u thirrur në lajme që janë të burime ndërkombëtare, për shkak se na e dim që qytetarët i besojnë Reuters, i besojnë BBC-s, në ndërkohë që na servojnë narrativen ruse. Në përditshmërinë e publikimeve që lidhen për Rusinë dhe Ukrainën, një pjesë e madhe e mediave në Kosovë nuk përdorin asnjë standard të verifikimit të fakteve. Komunikatat ruse dhe lajmet e prodhuara nga mediat shtetërore të Rusisë, të cilat janë të njohura për prodhim të dezinformatës, përkthehen në gjuhën shqipe dhe publikohen në mediat të cilat operojnë në Kosovë, e të cilat kanë emër e mbyemër. E tërë përmbajtja publikohet pa u redaktuar dhe pa anën tjetër. Pra në këtë situatë është vetëm e vërteta ruse për ngjarjen në të cilën ata raportojnë në mënyrë dominuese. Po ju ofrojmë një shembull tjetër, për dallim nga rasti i parë, ku informacioni i përkthyer nga Reuters mund edhe të verifikohet me disa kërkime. Në këtë situatë, lajmi nuk mund të verifikohet fare, për shkak se është skajshmërisht i mangët. Ky është një lajm tjetër, i publikuar në të paktën 2 media në gjuhën shqipe. Keni parasysh, këto 2 media janë të mëdha dhe kanë shumë lexime në platformat online në Kosovë. Ai mban titullin: Rusia i kundër përgjigjës Britanisë dhe aleatëve për akuzat se helmoi Navalnin me toksinë mbretkose. Lajmi përshkruan se si Rusia ka reaguar ndaj ngjarjes, por çka është më rëndësi? Lajmi shmang në tërësi qëndrimin dhe anën tjetër. Pra, nuk e ka fare qëndrimin e qeverisë britanike. Edhe ky lajm është publikuar në një media e cila operon në gjuhën shqipe edhe është plotësisht i anshëm pasi paraqet vetëm anën e Rusisë, pa ofruar asnjë informacion tjetër se çka është çështja Navalni dhe cilat janë pretendimet e partnerëve ndërkombëtar, apo edhe aktorëve të tjerë rreth kësaj ngjarje. Unë besoj se i kemi nga të dy anët, pra ka dhe mediat të cilat arrijnë të dekonstruktojnë përmbajtjet e tilla dhe shet që në raportim fjala vjen në deklarim që vjen prej një zyrtari rus, nuk transmetohet me copy-paste ajo se çfarë thot ai, por gjithashtu i shtohet edhe konteksti, sepse ajo është shumë e rëndësishme dhe është një prej detyrave që ka gazetari sot. Ne nuk mund të ndrojmë deklaratat atyre si gazetar, por çfarë ne mund të bëjmë është që ta shtrojmë kontekstin që publiku i Kosovës kur e lexon ta di që çfarë ka thënë Zakharova nuk është e vërtetë. Narrativa dezinformuese ruse është duke ardhur në Kosovë, është duke ardhur në gjuhën shqipe, është duke ardhur e publikuar nëpër portale që ne i besojmë, nëpër portale që qytetarët mendojnë që janë kredibile, mirë po vjen në atë mënyrë që mediat ose nuk po janë profesionale, ose nuk po din, ose kanë interesat e tjera dhe po i publikojnë deklaratat e liderëve të Kremlinit pa asnjë kontekst, pa asnjë kontekst shtesë që me i tregu qytetarëve që këtë që po e thot Putini ose Zakharova është informacion i rënd, është dezinformat. Jo vetëm për Ukrainën, por në raste të tilla ne kemi gjetur që ka edhe deklarata që janë madje edhe për Kosovën. Dhe e njëjta publikohet në mediat tona fatkeqësisht pa asnjë kontekst. Pra përkundër që ne e dim
që deklaratat e tyre janë dezinformuese sa i përket situatës në Kosovë, sa i përket zgjedhjeve, sa i përket shtetësisë tonë, prap ato publikohen pa asnjë kontekst shtesë në mediat tona. Mira informacione me përmbajtje dezinformuese të prodhuara nga mediat qeveritare ruse, transmetohen në shqip të përkthyera qoftë nga mediat serbe, qoftë nga mediat të bazuara në Shqipëri dhe Kosovë. Por, çka fshihet prapa këtyre lajmeve? Në analizën të cilën e kemi realizuar gjatë këtyre muajve, kemi konstatuar disa probleme që lidhen me informacionet që transmetohen në mediat të gjuhën shqipe, por edhe në mediat përreth saj. Përpos manipulimit në përkthime, ku informacionet të rëndësishme largohen nga përmbajtja e informacionit, mediat lokale e kanë edhe një sindrom tjetër. Ato vazhdojnë ta fshehin se ku e kanë marrë informacionin. Në Kosovë operojnë rreth 150 portale online. Statistikat që i kemi pranuar nga platforma e monitorimit të mediave Pikasa na del që në një ditë na del një dhënë shumë interesante. Brenda 5 viteve në gjuhën shqipe dhe serbe në mediat në Kosovë janë publikuar hiç më pak se 440.000 lajme, të cilat lidhen me Rusinë dhe Ukrainën. Problemi në këto lajme është shumë serioz. Një analizë që ka realizuar Pikasa është konstatuar se në mbi 50% të lajmeve për Ukrainën, mediat në Kosovë e kanë fshehur burimin e informacionit. Kjo, sipas interpretimit ton, gjithmonë ka një qëllim të fshehtë, për ta fshehur se kush është prodhuesi fillestari i lajmit dhe për të na pamundsuar ta gjurmojmë cilësinë dhe vërtetësinë e saj. Ta marrim shembull luftën Rusi-Ukrainë. Një pjesë e madhe e informimit, e cila ndodh në opinionit në Kosovë, vjen për luftën e Ukrainës vjen nga mediat të cilat janë botërore. Ta zemi BBC, CNN, Reuters etj. Po ky vëllim është diku 42-43% i lajmeve për luftën e Rusisë vijnë nga mediat botërore. Tash shtrohet pyetja, çka ndodh me 53-4% tjera të lajmeve, të cilat nuk dihet se nga vinë, se nuk deklarohet dhe nuk vinë. Dhe këtu e kemi, ta themi, problemin e parë, se hyn direkt apo indirekt, dojmë apo ne s'dojmë, hyn në lajmet e ekonomisë. Pra, lufta e Ukrainës ka pas dhe impakt negativ ekonomik dhe në Kosovë, për x arsye. Shtrejtimi i çmimeve, vështirësimi i importit e eksportit të mallrave etj. Dhe të gjitha këto në Kosovë rreth zgjedhjeve janë paqetuar si dëme të cilat po shkaktohen në ekonominë dhe të Kosovës. Dhe sigurisht që këta mund të kenë ndikim. Shumë prej mediave të Kosovës kur raportojnë për ngjarjet që lidhen me Rusinë, kur raportojnë për luftën në Ukrainë, nuk citojnë asnjë media. Pra thjesht raportojnë sikur gazetari me qenë në Ukrainë dhe me qenë vetë dëshmitari aty në ngjarjeve. Fshehja e burimit të informacioneve tregon se mediat, disa prej portaleve, disa prej mediave e marrin informacionin që fillimisht publikohet në mediat e kontrolluara nga Kremlini dhe më pas ripublikohet në mediat tona, sepse është i qartë që në shumë prej informacionet që publikohen, në shumë prej lajmeve që na i shohim, thjesht është vetëm narrativa e Rusisë për luftën në Ukrainë dhe mungon ana tjetër e medaljes. Ne informatin nuk mund ta ndalim dhe nuk është mirë ta cenzurojmë informatin, pavarësisht që vjen nga Kremlini, po duhet të komentohet, duhet të analizohet, duhet të kontekstualizohet, që audienca jonë në Kosovë ta kuptoj ma lehtë. Qytetari rëndëm nuk mund të merret me politika të larta dhe nuk mund t'i kuptoj, është obligimi joni i gjitha mediave në Kosovë, pa përjashtim, po dhe klasës politike, që ta shpjegoj, ta demaskoj propagandën, luftën speciale dhe luftën hibride që vjen nga Rusia dhe Serbia dhe që është e përbashkët. Ajo është luftë e përbashkët serbo-ruse. Nuk janë të ndara, nuk janë veçuara, unë mendoj që nga njëjtat shtabe bëhet ajo luftë. Për shkak se informacionet që publikohen me burime prej internetit, që nuk janë krejtësisht kredibile, ato po mund të paraqesin Putinin, Vučićin, këndë, vetëm si presidenti i Rusisë dhe presidenti i Serbisë.
po për Kosovën dhe për mediat tona ata nuk janë veç presidenti i Serbisë dhe presidenti i Rusisë. Na flasim për presidentin autokrat të Rusisë i cili ka nisë një luftë, edhe flasim për presidentin autokrat të Serbisë. Momentin kur ti jap një kategorizim të tillë, i cili është i vërtet së pari, por që i kategorizon, i jap një kontekst shoqëror prej pikpamjes kosovare atij informacioni, ju pastaj e keni kryer punën në fakt kuptim të kontekstualizimit të atyre informacioneve që jemi duke folur. Kur përmbajtja që qytetarët e Kosovës e lexojnë për ngjarjet në Rusi dhe Ukrainë analizohet edhe më thellë, të dhënat janë edhe më shqetësuese. Në mediat në gjuhën shqipe, terminologjia e përdorur është konstatuar të jetë terminologji ruse në një masë shumë të madhe. Nga data 22 mars 2022 e deri në shkurtin e vitit 2026, në postimet në rrjetin social Facebook, të cilat janë bërë nga mediat, është përmendur 2300 herë tokë fjalëshi operacion special. Ky është një titull që vetëm Rusia ja atribon ndërhyrjes së saj në Ukrainë. Kjo na tregon që në situatat e copy-paste, publikuesit nuk u kujdesën të largonin emërtimin rus të operacionit në kërshërinë e kërkimit për përmbajtjet në gjuhën shqipe për Ukrainën. Situata është edhe më problematike. Njëra prej dezinformatave kryesore të Rusisë ka qenë që ata janë duke luftuar nazizmin në Ukrainë. Në 6 muajt e fundit, vetëm në rrjetin social Facebook, nga përmbajtjet e krijuara nga mediat, ekipi ynë ka dokumentuar të paktën 600 postime, në të cilat përmendet nazizmi dhe Ukraina. Më në detaje kuptohet se në rreth 200 artikuj, del se bashkë me Ukrainën dhe bashkë me presidentin Zelenski është përdorur edhe fjala nazizëm. Kjo bëhet me qëllim për të arsyetuar teorinë ruse se ata janë duke ndërhyrë ndaj nazistëve në Ukrainë. It's one of the narratives because I think they use different about that. Of course, Ukrainian army Nazis, they did many war crimes. And of course, Russia denied war crimes that did their military in Bucha, Izum, Irpin. And they try to convince people that was Ukrainian military or there was some performance. Because my uncle, even in a few, because now we did not communicate, but first week she said and even sent me some TV plots about that Ukraine did some performance for victims, and now we can see it in some movies. Russia create propagandist movies and try to represent it abroad. For Italy, for example, I know it was movie about Bucha. It was plot about Ukrainian war crime in Bucha, but I think all around the world it's known that Russian military create all those crime. Në vazhdimsi kemi parë se si Putini, por edhe liderët e tjerë të Kremlinit janë referuar luftës dhe arsyetimin kur e kanë bërë pse po e pushtojnë Ukrainën, ka qenë sepse po dojnë me luftu nazizmin. Kjo absolutisht ka qenë dezinformat, sepse nuk ka pas të bëjë fare me nazizëm. Ukraina ka pas një qeveri demokratike, nuk kanë qenë një qeveri që e ka shty popullin e vet. Megjithatë, Putini duke tentu me arsyetu pushtimin e veprimet e tyre, kanë përdor edhe kësi narrativa dezinformuese. I agree with you because I saw one information about a speech Vladimir Putin before New Year's, and there was like official news from Russia
but without explanation what Russia doing now and what happens in Ukraine and Russia. And sometimes we have deal with approach that some media say that we need take both sides of this conflict and we should highlight different positions. But in general, it looks like we'd like to have in the same position aggressor and victim. I think it's not possible, and I did not write about Russian soldiers who came to my home in February 2022, because I was 6 weeks on the occupation territory. I was lucky maybe because fortunately Russian soldiers they did not come to our settlements. It was very small settlements near the Belarus border. But around us Russian military was and my city Chernihiv was on the siege. It was terrible for me, and I continued to work, but honestly I did not write about Russian soldiers because for me they were aggressors. Unë mendoj që lufta në Ukrainë ka ndikuar që dezinformatat ruse në fakt të shpërndahen në gjithë Evropën edhe gjithë pjesën perëndimore. Njëra prej teknikave që përdor Kremlini është teknika për me vendos dyshime mbi vlerat në të cilat janë ndërtuar shoqëritë, mbi demokracinë, mbi vlerat perëndimore të barazisë të drejtësisë sociale, duke tentuar që raste të caktuara të izoluara të paraqesin si vlerat e vërteta të Evropës, ndërkohë që kjo automatikisht pastaj vetë futja dyshimit për vlerat demokratike, vlerat perëndimore si shoqërinë në të cilën besojmë Kosovë, paraqet një ndryshim opinioni pastaj për anën tjetër. Ajo që ne kemi vënë re është që në Shqipëri për shkak të influencës së partive politike, për influencës së qeverisë, në politikat editoriale të medjave, filtrat editoriale të medjave që atë dekadës fundit janë dobësuar, investimi për një media cilësore të pavarur dhe profesionale është dobësuar, sepse vetë aktorët e brendshëm që shpërndajnë dizinformim ose shpërndajnë le të themi propagandë politike nuk kërkojnë një ambient mediatik të shëndetshëm, dhe duke e dobësuar dhe duke e marrë ato le të themi atë Russian playbook ose rregullat e mënyrën se e të bërit biznes me median në vende jo demokratike si Rusia dhe duke e zbatuar në vend, ato e dobësojnë le të themi mjedisin mediatik shqiptar edhe për le të themi për faktorë të jashtëm. Kjo bën që në shumë raste të ripublikohen edhe shkrime ose le të themi narrativa që mund të jenë le të themi pro-ruse ose të shpërndara nga aktorë shtetëror rus, që nuk bien le të themi gjithmonë në linjë me politikat editoriale të këtyre mediumeve, por që riprodhohen për shkak të mungesës së filtrave cilësor profesional. Fahri Musliu ka jetuar për një kohë të gjatë në Beograd. Ai është prej mira lajmeve të rreme të cilat e portretizojnë atë si baba të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Profili i tij u përdor për të bindur qytetarët serb se presidenti i tyre mund të ketë baban shqiptar. Me përvojën e tij të gjatë, ai ka parë lëvizje dhe teknika të ndryshme të cilat u përdorën gjatë gjithë historisë për të manipuluar informacionin në Kosovë dhe informacionin në Serbi. Mirë, po shkaku i aty në rrenave, të rrenës në përgjithësi, apo në këtë rast shpifjeve dhe dezinformatave, dikush pagun një çmim. Po të kishte liq me këto hapësira, unë me siguri do të isha sot milioner. Për 13 vjet sa me akuzojnë apo shkruajnë për mua njerëzit. Do të isha milioner. Se do të isha fitues në çdo procedurë gjyqësor. Aty
pa dilemë, s'ka dilema aty. Mirë po me këte, po merren edhe njerëz e nivelit lartë, siç ka ndodhur rasti me shefin e kabinetit të presidentit të Kosovës, vitin e kaluar. Pra këto janë çmendurinë atë njerëzve, njerëz që nuk mundën me ju hakmarr dikujt tjetër, atëherë nëpërmes tesh mundohen me ju hakmarr personit në fjalë. Ali kada govorimo o proruskim narativima, postoje vesti gdje vi vidite da zapravo u 5 minuta 6 velikih portala objavi apsolutno istu vest, sa istim naslovom, istim podnaslovom, istim tekstom. Ona je praktično copy-pastovana vest, a zapravo ne dolazi neophodno od agencija, što bi bila recimo u medijskom svetu bilo logično. Agencija objavi vest, distribuira je drugim medijima, oni je pokupe, objave. Ali to ne važi i za ove vesti o kojima ja pričam. To nisu klasične agencijske vesti, to su onako vrlo manipulativni tekstovi sa uvredljivim izrazima u naslovima i tako dalje, gde se vidi da zapravo to dolazi iz jednog centra koji to distribuira u više medijskih kuća koje to zatim prenose. Copy-paste gazetaria është njëra nga sfidat kryesore të Ballkanit Perëndimor. Media qarkullojnë prodhime të njëra tjetrës, pa i verifikuar dhe pa ju nënshtruar asnjë filtri redaktorial. Si rrjedhoi, një lajm i prodhuar nga rusët, lehtësisht mund të replikohet në qindra platforme të tjera brenda disa sekondave. Të varfra dhe të ekspozuara ndaj financave të ndryshme, mediat online në një pjesë të madhe kopjojnë përmbajtjen e njëra tjetrës, duke transmetuar kështu në vazhdimsi narrativën dezinformuese ruse. You are still under examination of Russians and their allies, external actors, let's call them like this. And it could be seen with different small even elements that we went through. Today I provided examples for that. We went here in May with the Ukrainian delegation, and we made some research on your DDR, disarmament, demobilization, reintegration. We met with Ministry of Interior, we met with KSF, we met with Ministry of Defense, we met with KLA members, former KLA members. And after 2-3 days we left Kosovo. Russia Today in their Telegram made a post that small arms and light weapons is a problem for Kosovo, because it was our topic, small arms and light weapons circulation and security. So they made a post in Russia Today that small arms and light weapons is your problem, one of the biggest. You are not the state of safety and you could not deal it successfully. And they referred on our organization as a resource for knowledge, but not right knowledge. Nëse do t'i referojmë Shqipërisë gjithmonë, mendoj se kanali kryesor janë portalet online. Ne kemi një shumëllojshmëri portalesh online, në mos të themi rreth 800 të tilla. Vetëm 123 janë të kontrollueshme. Kur flas të kontrollueshme, flas që ka një adresë, ka një administrator, ka një autor, ka një staf të caktuar. Dhe nga këto 123, për shembull, mbi 50% e tyre nuk kanë reklama. Domethënë nuk reklamojnë reklama. Atëherë nga vjen dhe nga financon edhe këto 123 media portale online, të cilat janë të verifikueshme, janë të regjistruara diku, duke pas të shumëllojshmëri të madhe të mediave online, duke pas mungesa të mekanizmeve ligjor se si kontrollohen financimet, burimet e financimit të këtyre mediave, atëherë çojmë në këtë në arsyen tjetër logjike, domethënë, por edhe praktike, që shumica këtyre mediave ngrihen për qëllime fitimi, clickbaiti. Janë media të vogla, janë të pakontrolluara, nuk kanë borde editimi, nuk zbatojnë kodeve të kontrolluese. Kjo strategji që mediat e prodhuara nga Kremlini përkthehen në gjuhën shqipe nga mediat e kontrolluara pastaj nga Beogradi, duket se nuk ka ardhur rastësisht, mirë po ka ardhur prej njerëzve të cilët e njohin saktësisht se si është duke funksionu sot media në Kosovë, se si janë duke funksionu portale të shumta që janë në Kosovë, cilat operojnë me 2-3 njerëz, cilat nuk kanë redaktor, po vetëm persona të cilat marrin lajme, copy-paste dhe i publikojnë dhe i shpërndajnë në rrjetet sociale. Dhe kjo mënyrë e funksionimit, si duket, ju ka hyrë shumë punë Kremlinit, sepse ata po i përkthejnë lajmet e tyre që po dëshirojnë me i shpërndajnë në Kosovë, po i përkthejnë në gjuhën shqipe, po i vendosin në një portal në një të caktuar në gjuhën shqipe dhe pastaj portale tjera e marrin atë lajm copy-paste pa asnjë editim dhe po e shpërndajnë narrativën dezinformuese të Kremlinit gjithandej në rrjetet sociale.
mediji Srbije pišu o Kosovu, i tu kada kažem, ne mislim na bukvalno sve, ne mislim na nezavisne medije, mislim na medije koji su pod kontrolom države, ali to su većinski mediji, veći deo medija u Srbiji. To su mediji koji o Kosovu pišu koristeći jedan jezik koji diže tenzije, koji prosto izaziva neku vrstu straha. Konstantno se piše o svakom događaju na Kosovu, se piše kao nekom, ne znam, budućem ratu, kolapsu, svi smo na ivici, ne znam čega. I to je jedan mehanizam koji vlasti u Srbiji, pogotovo od kada je Srpska napredna stranka na vlasti, konstantno zloupotrebljavaju. I verujem da to svakako utiče i na ljude na severu Kosova. Korrespondenti është burimi kryesor I informatave për një medium. Kryesori është. Mund për shembull redaksia të merr lajmin nga agjencia e lajmeve, që më të shpejta e ke mbulojnë rrjetin më të madh. Mirë po, gazeta apo mediumi duhet ta verifikojë atë lajm. Nëse ka korrespondentin e vet në atë qendër atje, në atë shtet, në atë republik, atëherë korrespondenti e verifikon se a është e vërtetë ajo dhe lajmi mund të më shkue. Ose korrespondenti vetë punon atë. Pra, korrespondenti është alfa dhe omega e çdo redaksie për informata nga vendi ku gjendet. Qoftë korrespondent lokal, qoftë rajonal, apo qoftë jashtë shteti shtetëror. Se korrespondenti është sy dhe veshë e vendit ku jeton. S'ka, ai 24 orë duhet të qenë truni I tij të punoj. Fatkeqësisht kohët e fundit nuk po jepet rëndësi korrespondentit. Nuk po jepet rëndësi dhe edhe niveli lokal që I kanë, nuk I kanë nivelit të duhur korrespondentët. Na I kemi pastaj edhe një kategori të mediumeve në Kosovë që përkthejnë informata prej mediumeve serbe për zhvillimet në Serbi, edhe zhvillimeve të tjera. Edhe kjo paraqet masej një problem sepse ata persona që përkthejnë nuk I kanë shkasit e nevojshme të gazetarit për me kontekstualizu problemin për shoqërinë e vet, për informacionin për rrethonat e Kosovës, dhe si të tilla ka njerë ato narrativa depërtojnë në mediumet e Kosovës. Them, kjo është pjesa ku na muj me evidentu që bëhen lëshime edhe për shkak të mungesës numrit të duhur të njerëzve në për redaksi, edhe për shkak të numrit të njerëzve që merren me këto informacione, po që nuk I kanë shkasit e nevojshme të gazetarit për me kontekstualizu, pra janë përkthyesë vazhde. Mbi 400.000 lajme dokumentohet se u prodhuan për tregun e Kosovës për ngjarjet në Ukrainë. Në mbi 50% të tyre, adresa e prodhuesit nuk dihet, ndërsa transmetuesit qëllimshëm e fshehin se ku e kanë marrë lajmin. Në përkthime, materialet janë manipuluar duke hequr informacione shumë të rëndësishme, që I bëjnë lajme të shndrohen në dezinformata. Temat që u raportuan në këto lajme janë të ndryshme, por analizat tregojnë qartë. Qëllimi ishte të ulej besimin në vlera demokratike dhe besimin në orientimin perëndimor të vendit. Në situata dhe më të rënda, lajmet ishin të njanshme, ofronin vetëm verzionin rus për ngjarjet. Një situatë e cila nga shumë pak njerëz do të besojnë në Kosovë. Tash, nëse marrim në aspekt global, sfundi kishte një studim I cili e tregonte se si ndahen miliona euro nga Rusia pikërisht për këtë çështje, për prodhim të dezinformimit dhe synimit për të ndikuar te shtetet e caktuara. Nuk ishte zona e Ballkanit perëndimor në atë frymtim, por ishte Amerika Latine, Afrika, në ato pjesë ku ata në shtetet të ndryshme duan ta shtrinë ose ta mbajnë ndikimin e tyre edhe nëpërmjet manipulimit, po unë besoj që pastaj ajo thjesht vetëm kushdo që ka punuar studimin nuk është fokusuar te Ballkani perëndimor, se nuk e shon ndonjë dallim aty pastaj sa I përket mënyrës dhe atë se a bëjnë ata apo jo, edhe kur vjen fjala te Ballkani perëndimor në përgjithësi, edhe te Kosova, raporti me Serbinë, Bosnja, dhe kjo
mundësia që të ketë diçka tensione në mes këtyre shteteve dhe e bëjnë edhe për ne. Russia have actually officially different state TV channels and agencies, actually, this TASS or Russia Today, Russia 24, etc. So they can finance it officially. The issue that in some countries it was already blocked, in some countries it's still working. I don't know why, but still. So they have no reason to cover it and they can work publicly. At the same time, they can buy some TV channels as it was in Ukraine. For example, until 2022 or until 2014, we can have like some neutral or pro-Ukrainian, pro-patriotic TV channels. But someday, some people can buy it with Russian sentiments or pro-Russian politicians, etc. And the narrative of broadcasting changed after changing the leadership or directors of this TV channel. But the audience that exists for dozens of years started to listen from the same TV channel new narratives. And the influence was not on those, for example, who were very pro-Ukrainian. They can just leave to listen this TV channel. They can just change TV channel or radio, for example. But those who were neutral, or those who had some doubts in understanding of the situation around, these are Russian target audience. And on those people, they influence. And it actually works somehow. So another example is financing through buying TV channels. Another one, it could be direct bribes to different politicians who made statements. Sometimes Russia use the approach when some narrative disseminated first through Telegram channels, like unknown Telegram channels. But the main idea is fill the internet by Russia information when people use different tools for search information. Very often the artificial intelligence use those sites and did not link to them. And the people think this information is true, but it's Russian narratives, and sometimes it's manipulation, sometimes disinformation, and sometimes it's lie. Lufta hibride, apo çrregullimi I informacionit të një shteti është njëra nga teknikat që përdoren për të rritur ndikimin e jashtëm në një vend të pavarur. Me një media të paqëndrueshme, Kosova është një viktime një ndërmarrje të madhe ruse, e cila synon të çrregullojë informacionin. 50% e informacioneve për Ukrainën janë përkthyer në gjuhën shqipe nga burime pa adresë. Një pjesë tjetër e raportimeve të mediave botërore është keq përkthyer qëllimshëm, duke I shndruar informacionet në propagandë ruse. Edhe më direkt është ndërhyrja e mediave ruse në ngjarjet e brendshme. Brenda ditës, nga mediat qeveritare ruse, prodhohen të paktën 6 lajme, të cilat lidhen me situatën dhe ngjarjet në Kosovë. Informacionet e mediave shtetërore ruse janë në një pjesë të madhe propagandë dhe nuk bazohen në fakte, duke U shndruar kështu në një burim të qartë të dezinformimit. Tashmë është konstatuar se burimet ruse, të cilat prodhojnë lajme të pavërteta për Kosovën, përkthehen në 10 gjuhë të botës dhe shpërndajnë pasqyrë tjetër për ngjarje ditore për Kosovën dhe për rreth saj. Nëse rastit, unë atë nuk e konsideroj informat. Ajo në start është dezinformat. Nëse informacioni nuk ka burim, ajo nuk është informat, sepse atë mund ta shkruaj kushdo. Mund ta shkruash në Pekin, në Moskë, në Beograd, dhe vetëm e përkthen me Google Translate. Kështu që ajo nuk është informat. Informata të tilla nuk guxojnë të transmetohen në mediat e kosovare. Unë thash pak më parë, nëse është deklaratë të zëdhënësës Kremlinit, Maria Zaharovës, nuk ka pse të cenzurohet ose të... Aja duhet transmetohet, por nëse nuk ka burim, aja nuk është informat. Është dezinformat dhe nuk e përjashtoj mundësinë që kanë qëllime shumë të errëta. Dhe këtu unë mendoj që është elementare bazike, do të thotë. Uroj që mediat në Kosovë mos lejojnë gjëra të tilla. Madje edhe portalet me krejt pak staf, me
pak mjete financiare nuk do të duhet të lejonin gjëra të tilla, janë të rrezikshme, sidomos në mesin ton ku audienca jon nuk ka nivel lartë të perceptimit të çfarë është informat dhe çfarë është dezinformat. Në raste të tilla, portalet e tilla që urojt jenë në pakicë marrin përgjegjësi të mëdha sepse thjesht mundësia dezinformatës dhe rënjes në luftën speciale serbo-ruse është shumë e madhe. Rrjetet sociale do të munden me u përdor për dezinformim nga fuqitë e mëdha, por në shumicën e rasteve rrjetet sociale prej këtyre publishers që na piqujna përdoren për përfitime financiare. Do me thonë, krijojnë lajme, ju hini e lexoni lajmin, brenda lajmit ndodhen reklama, për çdo reklamë që shfaqet publikuesi përfiton, edhe që është mënyra qysh e mban biznesin financiarisht likuid. Nuk do të thot patjetër që lokacioni i tyre është i sakt, do me thonë Ukraina, Shtetet e Bashkuara e tjera. Ka mënyra alternative, ka mënyra ndryshme që mundemi mos me tregu lokacionin e sakt ndaj platformës Meta, por në të shumtën e rasteve, në Ads Library, këto lokacione që po i shiqoni, janë sakta dhe të vërteta. Okej, që u tregoj një rast konkret, na në Kosovë kemi problem me monetizim në Meta. Do më thonë, monetizimi nuk ka shtil shumë për biznese që janë në Kosovë, që veprojnë në Kosovë, që janë regjistruar në Kosovë, edhe për faqe të cilat primary location e kanë Kosovën. Kështu që çka bojmë, e kemi gjetë një alternativë, i krijojna virtual machines, është një kompjuter, i cili në momentin kur ndezet, automatikisht lidhet me një kompjuter i cili ndodhet në një shtet tjetër. Në këtë rast na e bojna me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe në atë rast, automatikisht figuron që krejt puna kryhet prej një kompjuteri i cili gjendet në SBA. Kjo bëhet me qëllim që publishers me përfitu prej platformës monetizimit e cila nuk është të çuar në Kosovë. Domthonë kjo aplikohet të disa prej publishers vendor që janë. Nuk krijohet shumë dezinformata në Shqipëri se sa merret nga jashtë. Domethënë, më shumë ka një dezinformat që merret nga Serbia, merret nga Rusia. Portalet online këtu shumica, duke qenë se janë anonime, ngrihen pikërisht për këtë qëllim, për qëllimin e klikimit, i ripaketojnë. Domethënë, këto lloj narrative që vinë andej, vinë si opinion lokal në mediat online dhe këto pastaj kalojnë edhe në Kosovë sepse i shkojnë edhe për shtat audiencës Kosovës, nëse ti flet për Kosovën e Madhe, për Shqipërinë e Madhe, më fal. Nëse ti flet për një luftë eminente, permanente në Ballkan, nëse ti flet për institucionet e Kosovës, se si po ndikojnë këto në raport me BE-n, atëherë absolutisht që e ushqen dhe audiencën e Kosovës në këtë drejtim. Kështu që mendoj që ne nuk është se e prodhojmë brenda, e kemi më shumë të marrë nga jashtë. Edhe e çojmë pastaj në mënyrë të pavetdijshme, edhe të vetdijshme, drejt diku edhe tek mediat e Kosovës. Kujt i intereson që këto informata, dezinformata me i marrë dhe me i çu tek audienca shqiptare. Intereson Rusisë, intereson Serbisë, intereson edhe Kinës, për arsyet e saj gjeopolitike. Kështu që mendoj që këto janë tre faktorët kryesorë sepse në Kosovë dhe në Shqipëri ne kemi një identitet të fortë pro perëndimore dhe vetmja mënyrë për ta thyer këtë lloj identiteti, këtë lloj besimi që kemi ne ndaj NATO-s, ndaj BE-s, është pikërisht përmes këtyre narrativeve. Unë mendoj që Kosova, spaku në rajon, është vendi i cili e ka sektorin e medias më cilësorin, më të zhvilluarin, ka lloj-llojshmëri, ka liri të medias, ka liri të shprehjes. Dhe në një farë forme kur takohem me kolegë nga rajoni edhe mburrem me këtë çështje. A jemi 100% mirë? Nuk jemi 100% mirë, do të thotë nuk jemi Finlanda, por as audiencën se kemi Finlanda. Unë mendoj që në Kosovë ka mjaft media, cilat janë shumë profesionale, edhe cilat ofrojnë material të mjaftueshëm për opinionin tonë që të informohen sa duhet. Megjithatë, në anën tjetër, ka mjaft, as nuk po duhet që t'i quaj media, ka mjaft platforma të ndryshme, adresa të ndryshme, të cilat e shfrytëzojnë këtë lirin që e kemi ne, kryesisht për të
përfituar në aspektin financiar për vete dhe duke shkaktuar një dëm shoqëror. Dhe është mirë që janë të dyja palë, do thotë është mirë që të ketë liri, por kjo do duhet që të përcillej dhe me atë që përmenda më herët që është vetëdijsimi i qytetarëve rreth të vërtetës edhe rreth asaj se çka ofron interneti. Shikues të nderuar, ky është dokumentari 5 në serinë e dokumentarëve për ndikimin hibrid duke përdorur dezinformatën në Kosovë. E kemi nisur me ekonominë, kemi vazhduar me marrëdhëniet ndëretnike, kemi zhurmuar kanale dhe burime të financimit dhe sonte kemi treguar për teknikat e fundit që përdoren nga ndërhyrjet e jashtme për të dezinformuar në Kosovë dhe për rreth saj. Padyshim, zbulimi i këtyre kanaleve ka ndikuar që disa të mbyllen e disa të kenë më shumë kujdes gjatë publikimeve. Por një gjë është e qartë. Dezinformata është këtu dhe përdor kanale të lloj-llojshme të transmetimit. Andaj, vazhdoni të keni kujdes.